Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me emisionin Economics. Më 17 shkurt festoi Kosova 18 dhjetorin e shpalljes së pavarësisë së vendit. Por cilat janë shifrat makroekonomike të shtetit tonë për këto 18 vjet? Për të trajtuar këtë çështje në studio kemi të ftuar Shpend Ahmetin nga Data4X, kompani e cila ka krijuar platformë e me të cilën po shërbejnë shumë palë të vendit. Zotëri Ahmeti, faleminderit për intervistën. Faleminderit për ftesën. Po ashtu, në pjesën e dytë të emisionit do të kemi edhe një reportazh të realizuar më 17 shkurt nga sheshi Zer Pajaziti në Prishtinë, ku mbajt fushatat qendro ku të flen zemra. Ngjarje e cila ka për qëllim promovimin dhe rikthimin e punëtorëve në atë dhe. Kjo ngjarje mblodhi punëtor të rikthyer oda ekonomike e qytetar, ku u theksua se vendlindja zhvillohet edhe më shumë duke kontribuar këtu. Qëndroni me ne. Para një jave, më 17 shkurt, vendi festoi 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Por cilat janë të dhënat makroekonomike për këto 18 vjet shtet? Për këtë, siç njoftuam në fillim, do të flasim me Shpend Ahmetin nga Data4X. Zotëri Ahmeti, pikë së pari, faleminderit që jeni pjesë e emisionit për herë të parë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi ime. Faleminderit shumë. E dyta, jemi takuar në Davos, atje ku ishte edhe shtëpia e Kosovës në forumin ekonomik botëror të Davosit dhe shërbyet qeverin, institucionet dhe të gjitha palët aty me të dhënat kryesore makroekonomike për vendin tonë. Cilat të dhëna konkrete dhe më kryesoret u prezentuan në shtëpitë Kosovës atje? Ka qenë viti dytë që ne kemi marrë pjesë në shtëpinë e Kosovës dhe ka qenë viti dytë për mbështetjen që kemi bërë ndaj institucioneve të Kosovës në forumin ekonomik botëror në Davos. Ne kemi ndërtuar një dashboard, një platformë ku prezantohet Kosova në numrat kryesor, duke filluar prej indikatorëve kyç makroekonomik, GDP, bruto prodhimi vendor për kohë panori, tregtia në mallra, tregtia në shërbime, pastaj duke vazhduar edhe në informacione sa i përket të tregut punës, pagave, nivelit të edukimit, edhe informacione tjera që ju intereson investitorëve, se ku janë potenciali i investimeve në regionet të ndryshme, edhe cilat sektor kanë potencial sa i përket investimit në Kosovë. Po ashtu kemi prezantuar edhe një nevoja për investime në infrastrukturën publike, qoftë për ambient, energji apo edhe transport. Ato janë projekte që propozohen prej qeverisë dhe komunave. Pastaj investitorët të jashtëm e shohin mundësinë për investimet në formatin e partneritetit publiko-privat. Për herë të dytë, Kosova kishte shtëpinë e saj në mes të 25 shteteve të botës në këtë forum ekonomik botëror që ngërthen e vete lider nga shtete investitorë të ndryshëm, është prezantuar në mënyrë më të mirë sa i përket këtyre të dhënave Kosova që po ndodh për herë të dytë pra? Hera parë ka qenë kogja mirë, duke qenë për herë parë normal edhe organizimi ka qenë diçka pa njohur edhe për neve edhe për vendet e tjera, gjithmonë kur është ajo bilem për herën e dytë ishte një delegacion francez, që kishin ardhur për me pa shtëpinë e Kosovës si model për me bo shtëpinë e Francës vitin e ardhshëm. Do thonë e kemi arritur edhe një sukses atje. Sa i përket interesimit, do të thonë aty ne kemi potencuar më herët që kjo nuk është një panajer, nuk është B2B në aspektin që më është përbu kontrata, po prezentohet shteti, potenciali shtetit. Ne nuk e prezentojmë kompaninë tonë, ne prezentojmë vetëm çfarë potenciali ka shteti, ku mujmë i marrë informata dhe në bazë të asaj pastaj ata mujnë me ardhë kur do që kanë interesim për me ardhë në Kosovë, me pa edhe pjesën e sektorëve unik sa i përket investimet që ata mujmë i bo. Ne kemi prezentuar edhe këtë pjesën e agendës 1 miliard euro, sa i përket që mundemi me i zavendësu produktet e importit për me ullë pak edhe deficitin tregtar që kemi në mallra, edhe ku i kemi prezentuar edhe sektorët me potencialin më të madh, edhe me nën sektorët ku janë edhe cilat janë nevojat për me realizu këtë. Zotëri Ahmeti, para një jave, më 17 shkurt festuam 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Për këto 18 vjet shtet, si është zhvilluar bruto produkti, si ka evaluar bruto produkti vendor i vendit? Ne kemi përgatit edhe një infografik për këtë.
Për këtu 18 vite, GDP-ja ose brutto prodhimi vendor, do më thonë ka shku prej 3.5 miliard euro, në vitin e kaluar është mbyll me 11 miliard, dhonat janë ende në përpunim e sipër, po për vitin 2024 ka qenë dykon të 10.3 miliard. Do më thonë, e kemi një trefishim, edhe pse kjo rritje nuk është me tempën e duhur që ka qëndosh me u bo gjatë këtyre 18 vite, se Kosova ka qenë e fundit në ish Jugosllavi, ka qenë e fundit edhe vazhdon të jetë e fundit në Ballkanin Perëndimor sa i përket ekonomisë si tansi, domethënë, po edhe për pjesën e bruto prodhimit vendor për kokë banore, nëse marrëm për frym, edhe kjo Kosova ende mbetet, domethënë, në nivelin e vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor dhe duhet me qenë pjesa e zhvillimit shumë e madhe. Për këtë arsye ne jemi duke punu edhe të pjesa e se si mundemi me i zansu këtu 1 miliard euro nga deficiti, e cila hinë të gjitha në ekonominë e Kosovës, ka ndikim në fuqim punëtore, ka ndikim në investimet që bëhen brenda vendit, edhe të cilat kontribujnë të gjitha këtu kontribujnë në bruto prodhimin vendor. Gjatë këtyre viteve ka pas një përmirësim sa i përket tregtisë me shërbime. Domethënë, tregtia me shërbime. Të lutem, do kisha lutur regjin që të kemi në prapavi, tani kemi. Pra e kemi nga viti 2008 një rritje sipas grafikonit goxha e madhe, zotëri Shëndometi. Po, është trefishim, domethënë trefishim i prej 3.5 miliard që thash në vitin 2008, në vitin 2024 është në 10.3, ose tash në vitin 2025 parashikimet edhe ato modelimet janë që ka shku të 11 miliard, është një rritje goxha e madhe për këto 18 vite, disa vite normal si kur vitin e pandemisë, kur ka qenë COVID-19 që kemi pas një ramje si keret bota dhe, po rritjen pastaj, rikthimin e kemi pas goxha të madh. Njëjtë është edhe në vitet e kaluara, domethënë nëse shohëm, gjithmonë kemi pas një rritje stabile. Po, normal, nuk bën mu vetë kënaq që kjo është që na si shtet i vogël potencialin e kemi me pas rritje dyshifrore për 5 vjet, 10 vjet të ardhshme. Domethënë se kemi rinin, i kemi pjesën e fuqia punëtore është njëra prej sfidave kryesore që penalizon që të farë rritjen e shpejt. Qysh është të penalizu është që Kosova për këtë vendet tjera të regionit, nëse marrëm, e ka fuqim punëtore ma toltën, sa i përket fuqia punëtore aktive është ma olta në region, ku është vetëm 43% e fuqisë punëtore aktive marrin pjesë, ndërsa vendet e tjera e kanë dykon deri në 67 që ka Shqipëria, dhe kjo fuqia punëtore aktive pastaj kontribon edhe në bruto prodhimin vendor, në rritjen e saj, apo kontribon edhe në mirëqenien e familjeve dhe mirëqenien sociale në Kosovë. Se nëse marrëm e shohëm, Kosova i ka dykon 411.000 veta mesatarisht, punësum. Nëse marrëm e përpjesojna me numrin e banorëve që kemi, i bën që një punësum do i mban 4 persona. Për derisa vendet e tjera të regionit e kanë 1 me 3 ose 1 me 2.5 si Slovenia ose Kroacia, e Kosova tash nëse marrëm me këshirën për shembull rrugën mesatare, disa pjesë të tjera që shpëmujna mja dalë. Do të thonë që kjo është një farë paradoksi ekonomik që e kemi quajtur kështu. Te kjo pjesë, do të thonë fuqia punëtore nëse rritet, kjo e ndihmon edhe që pjesën e barës që sa më shumë antar, do të thonë me qenë edhe me pas një farë përballshmërie për me kushtet e jetesës që kam pësuar ndryshim. Kjo, do të thonë, në vitet paraprake, vitet paraprake ka qenë shumë më rënd, po tash me kalimin e kohës ka pësuar ndryshime, po do të ende. Sipas dhënave zotëri Ahmeti, pra Kosova është më afër Bosnjës, Maqedonisë, Serbia, Malizi dhe Shqipëria janë pak më larg.
sipas mendimit tuaj, për sa kohë do të mund që të kemi, ose sa na duhet një rritje, për sa vjet mund të zëm Maqedoninë me $9.310 që është për brutoprodukti vendor për kokë banore? Nëse do të thonë implementohen, nëse zbatohen politika zhvillimore për krajet të ndërmarrjeve të sektorit privat, edhe incentivohet që pjesa e angazhimit më të madh të fuqisë punëtore. Kur të shohim pjesa më e vogël e aktivitetit që ndodh është e gratë. Edhe gratë, njërën për arsyet që ka potencu gjatë analizat që kemi bo, gjatë intervistat që kemi bo, anketave, ka dalë që jemi duke rritë fëmijë. Për këtë arsye, do të thonë, qoftë pushteti lokal, qoftë pushteti qendror, duhet me ndërtu qerdhe, edhe është e domosdoshme mësimi tërditor me implementu anën Bankë Kosovës, që me mujt me i angazhu sa ma shumë gratë në tregun e punës. Kjo kish me ullë edhe kastën e fuqisë punëtore të prodhuesit edhe të gjithë sektorët të tjerë, po të njëjtën kohë e kish përmirësua edhe kushtet e jetesës. Për me mri Maqedoninë, për me mri vendet e tjera, neve na duhet një rritje dyshifrore ekonomike për 4 vjet, 5 vjet e ardhshme, për me mujt me i mri edhe me i te kalu. Po na dhyn një konsistencë me pas në këtë rritje. E qartë. Nëse flasim për investimet e huaja direkte, cilën e kemi në grafikonin tjetër, tani Los Rezgjin që na tregoj, cilat janë dhënat kryesore dhe sa kemi rritje nga 2007, si që shoh që keni dhënat, deri në vitin 2024? Të vitit 2025 nuk kemi vendosur, për shkak se janë vetëm deri në shtator-tetor dikur. Po trendi është pozitiv, trendi është në rritje. Çka është një sens që jemi duke analizu, është struktura e investimet të huaja direkte. Këtu janë neto investimet e huaja direkte, do të thonë vetëm ajo që apo mbetet në Kosovë. E shohim që viteve, do të thonë përsidomos prej vitit 2015-16, struktura ka fillu me ndryshu drastikisht, edhe kemi shumë a shumë, do të thonë, gjitha investimet e huaja direkte janë në ndërtimtari, patrushmëri, mbledhje banesave, kryesisht prej diasporës. Kjo është këgja mirë, një nëse zhvillon pjesën e sektorit të ndërtimtarisë, në anën tjetër rrit pak çmimet, po e bën edhe një farë lidhje me diasporën që ata e kanë një vend këtu ku kanë me ardhme gjatë tër vitit. Nëse shohim gjatë vitit 2007, 2008 dhe në 2009, kemi pas investimet në shërbime moderne, që janë telekomi, është call center edhe të pjesa e shërbime profesionale. E shohim që investimet që kanë ndodhur për IPKOS në atë kohë, po pastaj ato janë zhduk, pastaj kemi pjesën e transportit që ka qenë gjatë ndërtimit të autostradave, po nuk e kemi një konsistencë, si me thonë, në sektor që ndikojnë shumë a shumë në brutoprodhimin vendor, që ajo për shembull në industri dhe në prodhim, te industria dhe prodhimi janë nxehje dhe industria prodhimit. Pastaj sektori i dytë është sektori financiar. Do thonë, fitimet e bankave që mbesin këtu, që llogaritet edhe si investimi huaj direkt. Do thonë, investimet e huaja direkte në Kosovë janë të mbajt një përqindje 8% kundrejt GDP-s, kundrejt brutoprodhimit vendor, e kemi pas një rame për një 10 vjet prej 2012 dhe 2021 të këtyne investimet të huaja direkte, edhe si përqindje kundrejt GDP-s, po edhe në shuma nominale. Po, na nuk duhet me qenë të vetë kënaqur me strukturën e investimet të huaja direkte. Duhet më rritë shumë a shumë të që pjesa e investimet që bojnë një rikthem këgja ma të madh. Zotëri Ahmeti, ka shumë deklarata në për media të ndryshme për ndikimin e industrive të caktuar dhe të sektorëve të caktuar në GDP, pra në brutoproduktin vendor. Si është nda me kjo strukturë, cili sektor kontribon më shumë në GDP dhe cili më së paku? Kem varet prej vitit në vetë. Apo pjesa e prodhimit është njëri prej sektorëve që ndikon më shumë si përqindje e
qarkullimi që ata e bujnë. Nërsa si pjesë, nëse marrëm në numra absolut, normal që tregtia është kontribusi më i madh si sektor kundrejt brutoprodhimit vendor, për shkak se është industri ose sektor shumë i madh, edhe ka shumë akter, po vlerën që e shton kur të shet, domethënë si përqindje, është ma e ulët kundrejt qarkullimit. Ndërsa sektor që ndikojnë më pak, ose që kontribuojnë më pak në brutoprodhimin vendor, aty domethënë është problematik me i dallu sektor që kontribuojnë nga 2, 1%, 1.5%, për shkak se ka njëherë ka dhe një farë më dyshje se çysh është duke u bërë motja e kontributit të sektorëve në brutoprodhimin vendor. Edhe prej ASK-s në këtë rast. Do thonë që po i kemi pjesën e shërbimeve moderne që relativisht still date 6%, 6.5%. Pastaj kemi, domethënë, e përmena edhe ndërtimtaria e ka një pjesë. Pastaj është patërshmëria që e ka një kalkulim tjetër që e bojnë, kështu që këta janë sektor, domethënë, tregtia, prodhimi, shërbimet moderne, agrikultura, çka prodhojnë vetë. Në qartimi duke shkuar ka minutat e fundit të paraparë për këtë intervistë, në vlera nga 2007 pra 250 milion, në 2024 është rreth 800 milion investime të huaja direkte. A është për shkak kjo struktura e investimeve të huaja direkte, për shkak se është më lehtë në patundshmëri, apo është si rezultat i mungesës së një oferte konkrete nga shteti i Kosovës për investimet e huaja? Është mungesë dyanshme, mungesë e vizionit prej diasporës për me investu në projekte madhore, po është edhe në anën tjetër mungesë prej anës së institucioneve të Kosovës për m'ia ofru një alternativë të investimit. Ne kemi po plot vene që e kanë angazhu diasporën, qoftë Polonia, vene tjera, ku nëse diaspora ka investu €1, qeveria ka dhënë €1, edhe €1 e ka garantu përmes kredive të buta. Jemi këtu thonë për investimet më dhaja që mujnë me ndodhë që diaspora veç vitin e kalum, remitenca i ka dërgu dikon afër 1.5 miliard. Investimet të huaja direkte kanë qenë dikon të 600 prej tyne, që vjen ja 2 miliard, 1 miliard veç në bardhën, që thojnë në bardhën, me pagesa me pas, edhe me tërheqje me cash, që i kanë shpenzu gjatë vitit në Kosovë. Jemi të full për 3 miliard euro. Ato normal që krejtë s'mujna minalën, se normal që ata kanë me arë, kanë me vazhdu dhe ndikam shumë. Gjë e mirë kjo. Po vetëm që pak sidomos që pjesën e remitenca me kanalizu në investime. Edhe pjesën e blerjes së patundshmërive, me pas një ofertë më të mirë prej anës së institucioneve, po edhe prej ndërmarrjeve tani se çka mund me investu. Nëse flasim për sektorin privat, nga shpallja e pavarësisë, cilat janë dhënat që i posedoni zot Rameti sa përket zhvillimit të këtij sektori, por edhe sfidat për cilat ka kaluar derisa ka ardhur deri në 2026. Ne kemi përcjell sektorin privat, i kemi hi pak edhe histori ekonomike edhe prej vitit 2000. Sektori privat i ka pa disa etapa edhe ato ciklet e zhvillimit kanë qenë gjithmonë 5 vjeçare. 2000-2005 e kështu me radhë. Na tash jemi në këtë ciklin e 2026-2030. Në secilin cikël i ke pas disa ndërmarrje të cilat i kanë refuzuar ndryshimet të kohës, edhe normal që janë shumë. Sektori privat në Kosovë u vetë zhvillu një farë forme, gjithmonë ka arritë, me mbajt vetën, edhe sot vazhdon të jetë, me motori, po edhe zhvilluot vetë, normal me disa raste është obligim prej qeverisë, prej kuvendit, me i lehtësu disa politika burokratike, po në shumicën e kohës sektori privat e ka bo zhvillimin vetë. Është vlerësim pozitiv ndaj këtij zhvillimi? Po është vlerësim pozitiv për shkak se sektori privat e ka arritë qatë pjesën për me qenë i vetë qëndrushëm, pa ndihma prej shtetit, që është ndodhur për disa vende tjera. Na nuk e kemi pas edhe shumë industri të rregullume, kështu që tash përveç energjetikës që është rregullume edhe telekomunikacionet,
sektorit bankar, këto tjerat janë zhvillu vetë. Te sektori privat na shumë që tash është kjo faza e deri në 2030 ndërmarrje që do të më shku përmes një transformimi të biznesit, të shumë ndërmarrje ka më ndryshuar gjerata, domethënë që është njëra prej sfidave kryesore. Na shumë që një pjesë dikon prej 2-3 bizneseve në 5 vitet të dashme që bizneset që janë relativisht të njoftuna, mujnë me ushu për shkak që gjenerata e re nuk do më marrë me qatë biznes. Pensionimi pranarve edhe gjenerata e re nuk është. Pjesa e rezistimit të transformimit digital, pjesa e rezistimit ndaj transformimeve tjera që janë duke ndodhur. Kështu që sektori privat e ka një tarme këgja të ndritën, po duhet me pas edhe kujdes. Duke pas parasysh gjitha këto dhëna që i përpunonin, nëse mund ta quajmë ashtu zot Rahmeti, ju ka rastisur shumë herë edhe në Davos, por edhe në takime tjera, cili është sektori kur takosh me një investitor të huaj? Cili është sektori që ju e preferoni që të investoni në Kosovë? Na gjithmonë shkojmë te pjesa e prodhimtarisë, po prodhimtarisë ku, çka? I kemi domethënë që për momentin te materialet ndërtimore jemi kogja mirë, te pjesa e home, home përgjithësi edhe tekstilit home edhe mobiljeve edhe gjithçka prej drunit, prej edhe dritare edhe gjithçka çka ashtu ndodh. Pastaj është përpunimi i ushqimit. Potenciali është kogja i madh te pjesa e përpunimit të ushqimit. Te sektori pijeve jemi kompetitiv. Edhe këtë analiza që kemi bu, e kemi po para shumë edhe në krahasim me vendet e regionit, kanë mujna e pas cilën vend mujna e pas konkurrent. Sa i përket pjesës e përpunimit drunit përveç Bosnjës, këto vende tjera nuk mujnë me konkuru me neve. Edhe kemi kogja shumë një potencial. Te pjesa e pijeve, kemi shënu kogja shumë. Edhe zhvillim sa i përket konsumit vendor, do të thonë që është tash 52% total tregut, po të njëjtën kohë edhe sa i përket eksportit. Pastaj vjen edhe shërbimet moderne, do të thonë investim në digitalizim, në pjesën e ICT-s, data centers, ose qendrat e dhënave kanë me qenë njëra prej investime kryesore që do të sjellin të mira në vitet e ardhshme, për shkak se me gjithë këtë digitalizim, dhëna dikon do të më rujtë. Kështu që qartë. Shikuesit cilët janë duke na përcjell, ka shumë dhëna, ka edhe shumë dhëna cilat nuk mundëm që t'i trajtojmë për shkak të kohës, por a mund t'i gjejnë këto dhëna në një platformë cilën ju e keni krijuar? Po, pra mos lodhen duke shikuar shumë institucione për këto dhëna, por një platformë të vetme. Ne kemi grumbullu gjitha dhëna që janë në përket institucionet e Kosovës, po jo vetëm, edhe në për vende tjera, për me mujtë me i kriju qëtu platformat që dykore për cilë makroekonomin, pastaj hynë në për industri, në për sektor, pastaj hynë në pasqyra financiare të kompanive më të mëdha, që ishe pasqyra në të hyra bilancën e gjendjes, pastaj ishe tregtinë në mallra dhe shërbime, ishe sektorin bankar, ishe sektorin me tregtisë me pakis, gjitha këtu, po na ku pas kohë i bojmë edhe disa studime që i prezentojmë në për platformat në rrjetet tona sociale, ku shikus po imi përcjell nëse nuk dëshirojnë të jenë pjesë e platformës. Zot Rahmeti, faleminderit shumë edhe një herë që ishe pjesë e Ekonomiksit. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin me një temë tjetër, cilën edhe diskutuam më parë. Pra, njëra ndër sfidat me cilat ballafaqohen bizneset në vend është fuqia punëtore, por krahas largimit shumë punëtor edhe po rikthehen. E në ditën e shpalljes së pavarësisë në sheshin Zaher Pajaziti për herë të dytë radhazi, u mbajt fushata me thirrjen Qëndro ku të flan zemra. Kjo ngjarje mblodhi shumë punëtor të rikthyer nga vendet perëndimore, përfaqësues së disa odave ekonomike, derisa u theksua se vendlindja zhvillohet edhe më shumë duke kontribuar këtu. Ky është një nga rrëfimet e shumë punëtorëve që kanë vendosur të kthehen në Kosovë nga vendet perëndimore. Këto rrëfime ishin në kuadër të fushatës Qëndro ku të flan zemra, e cila u realizua për të dytën vit të radhazi në ditën e shpalljes së pavarësisë. Iniciatori kësaj fushate është afaristi Hamdi Malushaj, i cili thosë se ka rreth 300 të rikthyer në kompanitë e tij. Qëllimi është realiteti ekzistues, për cilin një realitet tjetër nuk ka zonë, me dhonë zonë, mu po
pjesa pozitive, o e vërteta është që unë i kam ma shumë se 300 të këthujmë për një jetë më të mirë në firmë të eme, shoh edhe në për vena tjerë, edhe kërkesat janë, por e thojnë ata me gojnë e vetë që është ma mirë se atje ku kanë qenë. Edhe kjo mu promovu me ardhë. Veni e ka mri situatën ku pjesa e popullit tonë, që është i ndamë në dy vene, thuja se edhe në numër, edhe në pjesën e kompetencës, know-how, e gjithçka që ka kombi shqiptari ka gjysën mrena, gjysën jashtë. Me dhonë zokë kësaj që për një jetë më të mirë, ku edhe vepra tina është këtu, edhe objekti si e ndërton e shep, sepse në vendin e huaj, vepra është e huaj. Prandaj një realitet, kur gjo ma shumë se sa realiteti. Tu ju fillu edhe pej propagandës që dominon vendin dhe pa vedije e dëmtojnë, të thonë se këtu nuk jetohet, këtu nuk bon, edhe frigon pjesën atje ku është për mundësit që janë kriju këtu. Liria dhe ka emër, po dhe ka rezultate. Liria i ka pru mundësit. Le ta shofin mundësi lirin e vendit, ta ndërtojmë edhe ekonominë. Prandaj kemi organizu vesa me e thonë një të vërtet. E vërteta që preket me dore shijet aty ku jemi ne. Bile e kum pas një rast pardje me një bashkëpunëtore e re që ka ardhur në firmë me këtë moto, këtu më mirë se atje. A do tjetë çdo vit? Unë mendoj që kjo pjesë duhet mu u bo ma e madhe. I thirrin din edhe tjerë. Këtë punë duhet me bo bashkë shumë. Ata që e ndjerin edhe e shohin edhe kanë mundësi, le ta tregojmë këtu bashkë. Edhe duhet me bo ndoshta edhe verës një të madhe. Kur i kemi bashkëdhëtarët këtu, le t'i vjen aeroplani flet kthehet me gjysa ndena, ose edhe ma mirë me thota ndena. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin edhe përfaqësues të bizneseve, të cilët e vlerësuan këtë fushat. Fuqia e kombit nuk matet vetëm me simbole, por me njerëzit që punojnë, krijojnë, investojnë në vendin e tyre. Kthimi i Mërgatës nuk është thjesht një akt emocional, është një burim i jashtëzakonshëm talenti, eksperiencë dhe kapitali njerëzor. Secili për jush që kthehet sjell ide të reja, standarde profesionale dhe lidhje që na fuqizojnë ekonomikisht e shoqërisht. Ne si komuniteti i biznesit jemi të përkushtuar të krijojmë mjedis ku çdo investim si përmarrje dhe familje të ndihet të vlerësuar dhe mbështetur në vendin tonë. Prioriteti ynë është të krijojmë kushte pune cilësore, infrastrukturë bashkëkohore dhe politika që lehtësojnë zhvillimin e biznesit. Vetëm kështu do të mbajmë dhe tërheqim talentin për të mirën që Kosova e ka në vendin tonë. Qëndro ku të flenë zemra është më shumë se slogan, është vizion. Vizion i përbashkët të cilin ne periodës ekonomike gjermano-kosovare mundohemi me jetësus bashku me antarë kaq të mirë që i kemi. Me qëndru në Kosovë nuk është mas leti, me u kthy është pak më shtirë, po kur shohim historiet suksesit ku të rritë kosovarë, të rejat kosovare nga gjithë Evropa e më largë, vendosin që të ardhën e tyre të ndërtojnë në Kosovë, të zhvillojnë këtu, të krijojnë mirëqenie ekonomike në Kosovë dhe për këtë janë më të merituarit kompanitë tona kosovare të cilët e mundsojnë një jetë të tillë, me të vërtetë është më shumë se slogan, është vizion. Dashuria ndaj atë nën kupton kthim dhe t'i ndihmojmë atë dheut pasi që shumë kem nevojë për kthimin tuaj profesional. Kompanitë tona po rriten, por e dojnë dorën e tuaj të zgjatëmi edhe për te i kufive tonë. Ne jem një popull i mençur individualisht, por bashkohemi për t'i dhënë zemër dhe fuqi vendit tonë. Më kujtohet fillimi i viteve 2000 kur
Unë nuk theja për Gjermanisë dhe me një organizatë gjermane bëshëm ndërmjetësimin e përkrashëm punësimin në Kosovë, edhe më kujtohet shusha atër, do t'ju malushaj ka orë dhe ka punësu, ka vena të reja të punës për Kosovarë që këthejmë prej vendeve evropiane. Në gurbet jemi gurbetçar, në gurbet jemi punëtor, mirë po jeta dine triste, jeta ndodhë këtu. Gëzimi është këtu, satisfakcioni është këtu. Na mundim me mëri me konë sukseshëm në Evropë, shumë me mëri lartë, por nuk kemë satisfakcion. Satisfakcion e kemë para prindve, para familjes, para shoqërisë, para gjeneratës, para shokëve, edhe ndijmë veten mira rritje që i bëjmë. Andaj, unë them që Kosova vend i ëndrave, Kosova është histori e suksesit. Ma mirë këtu sa atje. Derisa Banieri, një mesazh për atë dhe unë mbushte me fjali, në fund të ngjarjes ishte edhe një mërgjimtar që vendosi të rikthehet në vendlindje. Prej sotit na kena mejtu këtu. Ma boni shaci, o ti njeri tha jetranu. Thash prej sotit, thash nuk kena më konë veqemna. Kena me jetu atje, kuna flenë zemra. Shikues nderuar, kjo ishte tëra për këtë emision. Faleminderit shumë që na ndoqët, deri të martën e ardhshme. Mirëmbëngjes.